Të ngjatë jeta me shpresoj që jeni mirë. Sot kena me dalë në sushi me qikat e tezës dhe me shoqe. Unë kështu po dukem. Edhe me qenë se jam konë smut, nuk kam mujt me dalë shumë. Ndoshta po vrejet pak prej zonit edhe prej videos të kalu që ju kom tregu. Po sot po dalim në fund edhe po e shijojmë një natë së bashku. Ju përshëndes edhe ju përqafoj. Përdalim nga hera e kaluar, sot kemi ardhur në Umizo, ku si ambient ka qenë ambient i vogël, po ka qenë i ngrohtë edhe shumë interesant. Si fanse e sushit, më ka pëlqyer shumë sushi në këtë vend, po edamamet kanë qenë pak ma shumë të kryposur se zakonisht, po sushi, kur na ka ardhur, ka qenë shumë i sheshëm. E prej krejt llojeve të sushit që i kemi marrë, tempura, sushi roll u kanë preferumja ime. Kur e kemi mbaru darkën, krejt rastisht kemi vendos me shku me pa një film, edhe pse e kemi pas plan ma herët, po e kemi pas për një ditë tjetër, kështu që veç vendosëm që kësaj here këtë natë me shku me shiku një film. Nuk ka qenë shumë larg vendi ku kemi hongër dark me kinema, kështu që kemi ecë pak deri te kinemaja, edhe më pas kemi shiku te tabela se cilin film po doj me e pa. Masi kemi vendos, kemi shku me i ble biletat, edhe në fund me shku me marr snack. Me qenë se kemi pas kohë para se me fillu filmi, kemi shku në një vend ku kemi pi kafe fillimisht, edhe më pas kemi shku edhe kemi marrë ushqime që kemi dasht me i marrë brenda në kinema. Krahas në Prishtinë, nëse e bojmë dallimin, këtu ka qenë vendi specifik edhe ke pas qasje ti me i marrë këtë ushqimet, pijet e tuat preferume, edhe gjithashtu popcorns, kokoshkat, gjithçka që ti ke dash ke mujt me i marrë ma herët. Si e kemi përfundu pagesën e ushqimit që kemi dash me marrë, jemi nis drejt sallës. Ky kandi për fëmijë më ka pëlqyer shumë, për shembull tek na nuk e dija e kemi apo jo, po ka qenë shumë i lezetshëm. Normalisht unë nuk kam qenë në sallat e tjera nëse e di, po në këtë sallën që kam qenë ka qenë shumë e ngushtë edhe hapësirë ka pas shumë pak mes karrikave, krahas në Kosovë që ka hapësirë të mjaftueshme dhe mendoj që është më mirë. Një dallim tjetër që mund të bëj mes kinemave në Suedi dhe kinemas në Kosovë është që hyrja dhe dalja ka qenë e ndryshme në Suedi, kurse në Kosovë hyrjen edhe daljen e kinemas e kemi të njëjtë. Krejt si përfundim, një natë e paharruar edhe shumë e mirë dhe një eksperiencë shumë interesante. Një këshill e vogël, edhe pse transporti në Suedi është deri vonë, ju sugjeroj që mos qëndroni shumë vonë pa e ditë orarin mirë të autobusave ose tramvajave, sepse mundeni me mbet duke prit për shkak se ka më rrallë gjatë natës. Në krejt si përfundim e kemi kaluar një natë mrekullueshme edhe në fund kemi shku në shtëpi. Unë ju përqafoj edhe ju përshëndes shumë. Mirupafshim.